Nuk të mban bateria pas update iOS 26-s. Ky është problemi që po hasin të gjithë. Problemi më i madh është ndjerë tek seria 13 Pro Max, 14, 12 Pro Max gjithashtu. Është problemi sepse nuk është update për telefonin. Nëse nuk e keni bërë, ju këshilloj mos ta bëni. Po nëse e keni bërë, ja çfarë duhet të bëni. Shkoni te settings, tek accessibility, display text and size, aktivizojmë reduce transparency. Çfarë do bëj kjo? Do heqë pjesën e atyre animacioneve që është si ujë që e bën telefonin të ndjetë ngadalë dhe të konsumojë shumë bateri të modelet e vjetra. Dhe e dyta, shkojmë po tek settings, te pjesa e search-it, klikojmë app refresh, shkojmë te background app refresh. Tani, këto ato aplikacione nuk na duhet e çaktivizojmë. Pastaj shkojmë këtu dhe japim Wi-Fi only. Pasi nëse kemi Wi-Fi dhe mobile data, ato vazhdojnë dhe bëjnë refresh, update dhe kur e kemi në xhep dhe fikur telefonin.